Rëshkitja e dherave në vendin e njohur si shkalla e zezë në aksin nacional Gjirokastër Tepelen vijon të mbetet një problem serioz. Rreth 6 muaj pas shembjes së shkaktuar nga rreshjet me intensitet të lartë të muajit janar, pavarësisht rrezikut për drejtuesit e mjeteve, nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje për stabilizimin e skarpatës dhe në terren vazhdojnë të jenë vetëm barierat provizore dhe sinjalistika paralajmëruese, të cilat dëshmojnë se rreziku ende ekziston. Gjatë përmbytjeve të muajit janar, situata u përkeqësua ndjeshëm në disa segmente të aksit Gjirokastër Tepelen, duke detyruar autoritetet të vendosin bariera provizore dhe sinjalistik paralajmëruese për drejtuesit e mjeteve. Megjithatë, pavarësisht këtyre ndërhyrjeve të përkohshme, zona vijon të mbetet e rrezikshme dhe ekspozuar ndaj shembjeve, sidomos në periudha me rreshje shiu, duke krijuar pasiguri të vazhdueshme për qarkullimin. Pas interesimit të Syri Televizion, autoriteti rrugor shqiptar deklaroi se nuk parashikohet asnjë ndërhyrje tjetër, duke argumentuar se pas pastrimit të materialeve, vendosjes së barierave dhe sinjalistikës, segmenti monitorohet dhe sipas institucionit nuk paraqet problem.